Sepse qysh prej 1912-s, kur Shqipëria u pavarësua nga Perandoria dhe krijoi shtetin e vet të pavarur dhe qeverinë e vet të parë, deri kur ne bëm reformën drejtësi, shpata e ndëshkimit që në një vend normal, në një vend me barazi para ligjit, është në dorën e zonjës drejtësi, ishte në këtë zyrë. E kishin trashëguar njëri pas tjetrit të gjithë parët e kësaj pune, qofshin në mbretëri, qofshin në diktaturë, qofshin në demokraturë, dhe ajo shpat edhe në kohën e lirisë, pas rënies komunizmit, goditi me urdhër nga këtu, nga maja e piramidës, kryetarin e opozitës, Fatos Nano, i cili është dhe i burgosuri i fundit politik në historinë e Shqipërisë. Kështu që Lutfi, lufta për drejtësi dhe për shtet të drejtës nuk është një luftë e thjeshtë, është një luftë shumë e vështirë dhe nuk është një luftë e shkurtër, është një luftë e gjatë. Por ama kthesa është e dukshme, është e prekshme, është konkrete dhe është po ashtu e vlerësuar lart edhe nga Bashkimi Evropian, edhe nga familja e madhe të cilës ne duam t'i bashkohemi dhe me cilën nuk bashkohemi dot nëse nuk tregojmë se kemi barazi para ligjit. Kjo është bëma më e madhe dhe më historike e Partisë Socialiste të Shqipërisë, e forcës që qeveris vendin pikërisht prej 2013, siç e thua edhe ti, dhe që udhëhiqet nga unë me vendosmërinë më të madhe që drejtësia të bëjë drejtësi dhe që ky proces që ka filluar të mos kthehet mbrapa. Prandaj unë kam ngul Lutfi. Në 11 maj duhet të votosh me patjetër Partinë Socialiste dhe mua dhe pastaj në listë cilin do që dëshiron, ke edhe një preferencë. Duhet votosh me patjetër për arsyen qoftë të vetme që barazia para ligjit të mos vihet më në diskutim dhe që çfarë është nisur të mos përmbyset e të mos kthehemi prap aty ku ishim, në llumin e një drejtësie pazargjish, e një drejtësie që vetëm drejtësi nuk ishte dhe vetëm drejtësi nuk bënte. Dhe pse do thuash ti, ne duke votuar për Partinë Socialiste do ta garantojmë këtë gjë. Pikërisht sepse duke votuar për Partinë Socialiste në 11 maj, edhe pa qenë socialist fare, po thjesht për ta përdorur Partinë Socialiste si një mjet për të arritur një qëllim shumë të madh, që është futja e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, ne do futemi në Bashkimin Evropian. Çdo adresë tjetër nuk të çon në Bashkimin Evropian, të çon mbrapa. Ky është fakti, i thjesht fare. Dhe këtë që po përpiqem të shpjegoj për ditë. Kuptova Lutfi. Kështu që mos u zhgënje, ki besim, shiko gotën gjysmë plot, mos shiko gotën gjysmë bosh. Unë e kuptoj që ka akoma gjëra që janë problem, dhe unë e kuptoj edhe që kjo drejtësia e re ka lajthitjet e veta, por është krejt normale. Rëndësi ka që drejtimi është i duhur, që kthesa po ndodh dhe që vullneti është i plot, qoftë nga ana e institucionet të reja drejtësisë, qoftë nga ana jonë, në mbështetje të plot të tyre. Arsim Moshi, zotëri kryeministër, lëreni atë malsorin, kë malsor ka fjalën. Po a jeni mërzitur, ndoshta pra të lavutarin, po, që dolën fotografi. A jeni mërzitur se diku miku ju i dashur dhe çetniku Dodik, po të ikin miq dal nga dal e duhet të mbash pak zi.
Ja është një pjesë e juaja atje në Kosovë që si që themi ne këte nga anët tona nuk mbush. Nuk mbush e nuk mbush, kështu që nuk kam fare çfarë i bëj. Dhe nuk jam fare i keqardhur, sepse është e kotë ti për të përpiqesh ti bindësh. Por është një pjesë që nuk është shumica. Nuk është shumica. Edhe fatkeqësisht ekziston, por edhe fatmirësisht ekziston, se shqyqyr nuk mendojnë gjithë njësoj. Liri, demokraci, çdo njeri ka mendimin e vet, po ti arsim, se ke edhe emrin provokativ shumë, edhe quhesh arsim, edhe flet si parsim, duhet ta dish që e gjithë kjo historia e miqve të mi qetnik është një budallëk me brirë, edhe thjesht të bën ty dhe cilin do që mendon e komendon si ty shumë qesharak. Tove, arsim, kisha shlesh dritë. Ti ja din këti populli, votat ja u more me autoblinda, unë me autoblinda votat kur ka ndodhë kjo, mos më gatron. Dhe tokën jeta e u marrë me dajak, talumsha, tokën më ngatron, me siguri më ngatron. Veç Zoti inshallah të dhimbt e merret me ty, se tjetër kush s'ka qa të ba. Unë ke vënd dhe një emër që s'ka mas qatë tem, se ke vënd emrin Kish, një sugjerim kam, shko tek prifti Rrëfeu, merë bekimet e ti, mundohu të pastrohesh, luti Zotit të ndriçoj rrugën, se pas ke hup krejt. 12 vjetë kem pushtet dhe akoma justifikohesh. Unë nuk justifikohem fare, për asgjë, pse për çfarë justifikohet. Ishim vendi më i varfër dhe prapë ashtu jemi, çmimet i ke më të shtrenjta se në Zvicër. Pagat